Ndeshja Shqipëri-Serbi përfundoi pa incidente edhe pse konsiderohej me rrezikshmëri të lartë. Për këtë edhe trajneri Dragan Stojkovic përmendi atmosferën fantastike në Air Albania. Diçka ka ndryshuar dje pasi Stojkovic u vendos në qendër të kritikave. Federata e Serbisë, ndryshe nga tekniku i tyre, reagoi kundër atmosferës në Tiranë edhe pse e vlerësoi pritjen e Federatës Shqiptare të Futbollit. Më pas edhe Stojkovic i konsideroi skandaloze disa prej mesazheve. Çdo gjë vjen pasi ndeshja u mbyll me ekipet që shtrënguan duart në fundin e takimit. Njoftimi i Federatës Serbe të Futbollit. Natën kur Serbia mbeti e pamposhtur dhe fitoi një pikë të vlefshme në fillim të kualifikuesave të Kupës së Botës, futbolli pësoi humbjen e tij më të madhe në tribunat e stadiumit në Tiranë. Përpara atë vërtetës së shëmtuar me të cilën u përballen lojtarët tanë në fushë, dëshirojmë të theksojmë faktin se e gjithë ekspedita e Federatës së Futbollit të Serbisë, që nga minuta e parë deri në minutën e fundit të qëndrimit të tyre në kryeqytetin shqiptar, prit me një pritje të jashtëzakonshme nga Federata Shqiptare e Futbollit dhe presidenti i saj Armand Tuka, që nga pritja në aeroport deri në nisjen nga Tirana ndjem respekt dhe vëmendje. Fatkeqësisht, skena nga tribunat që bota e futbollit nuk do të donte t'i shihte, skena që UEFA i ka luftuar prej vitesh përmes organeve dhe rregulloreve të saj rregullatore, kanë hedhur një njollë të madhe mbi ngjarjet e drejta dhe korrekte në fushë. Shoqata e futbollit e Serbisë dënon fuqimisht shpërthimet politike të urrëties përmes formave të ndryshme të provokimeve dhe thirrjeve të turpshme ndaj organizatave terroriste dhe thirrjeve për krime të reja. Fjalët nuk mjaftonin, lojtarët tanë u kërcënuan edhe fizikisht. Monedha, gota të plota dhe shishe fluturuan nga tribunat. Gjyqtari italian ndërpreu ndeshjen në disa raste dhe spikeri zyrtar bëri gjithashtu njoftimin e tij, por të gjitha pa rezultat. Skenat e turpshme që filluan me fishkëllimat e himneve dhe vazhduan me brohoritje dhe hedhje skandaloze ndaj lojtarëve serb, jo vetëm që shkelin frymën e sportivitetit dhe atmosferën e lojës së ndershme, por gjithashtu kërcënojnë drejt për drejt parimet e respektit dhe tolerancës ndërkombëtare që futbolli supozohet të promovojë. Duke falendëruar Federatën Shqiptare të Futbollit për pritjen e ngrohtë gjatë qëndrimit tonë në Tiranë, dënojmë gjithçka që mund të dëgjohej dhe shihej nga tribunat e stadiumit, shkruan Federata Serbe. Pas tyre është trajneri Stojkovic që ka vendosur të ndryshojë mendje pasi fillimisht kishte lavdëruar tifozët shqiptar. Si trajneri i ekipit kombëtar serb, fokusi im gjatë ndeshjes ishte në fushë, lojtarët, taktikat dhe rezultati. E vlerësova atmosferën në stadium në kontekstin e atmosferës sportive, tribunave të plota dhe mbështetjes për ekipin kombëtar, gjë që është gjithmonë e mirëpritur për futbollin si lojë. Megjithatë, është normale që në atë moment nuk i regjistrova plotësisht të gjitha mesazhet skandaloze dhe ofenduese që erdhën nga tribunat, të cilat më vonë u regjistruan dhe u komentuan në media. Dua të dënoj qartë dhe pamodyshje çdo brohoritje që fyen popullin serb dhe ekipin kombëtar serb apo çdo tjetër. Fenomene të tilla nuk kanë vend në fushat sportive. Është absurde që dikush të akuzojë Dragan Stojkovicin për mbështetje të ekstremistëve dhe lavdërim të urrëties ndaj popullit tonë. Unë kam dëshmuar patriotizmin dhe ndjenjën time të përkatësisë ndaj popullit tim shumë herë, si gjatë karrierës sime si lojtar ashtu dhe si trajner, u shpreh trajneri serb për federatën e tij.